kur vjen këtu, para se të hyjë në sallë, duhet t'i korrigjoj. Të gjitha këto janë udhëzime që Hashim Thaçi ju ka dhënë të bashkëakuzuarit e tij, ndërkohë që ai ishte i paraburgosur këtu në Hag në vitin 2023. Tell him, simplify it. Don't get mixed up. Thuaj atij, bëj thjesht zoje, mos u ngatroni. Thuaj shkurt. Thuaj që do mos e filozofoj. Do t'ja japim, po do t'i korrigjoj. Kur vjen këtu, para se të hyjë në sallë, duhet t'i korrigjoj. Thuaj që si ke parë të dy ato që nga 94 deri në 98. Mbylle. Të gjitha këto janë udhëzime që Hashim Thaçi ju ka dhënë të bashkëakuzuarit e tij, ndërkohë që ai ishte i paraburgosur këtu në Hag në vitin 2023. Komanda drejt për drejtë e të akuzuarit ndaj të Thaçit ndaj të bashkëakuzuarëve ju tregon se për çfarë bëhet fjalë në këtë çështje gjyqësore. Këtu bëhet fjalë për përpjekjet e qëndrueshme dhe sistematike të zotit Thaçi për të penguar punën e kësaj gjykate, duke u përpjekur për të ndikuar dhe për të ndërhyrë në dëshminë e dëshmitarëve, duke nxjerrë informacion konfidencial të dëshmitarëve dhe duke mos marrë parasysh dhe duke mos ju bindur urdhrave të qarta të gjykatës.